Këtu mbrapa me është kështjella Hajnis, kështjella e Turpit. Dhe përfaqësuesi kësaj, ose lideri i kësaj godine, sot derdh lot në murin e lotëve të Izraelit, që i vjen keq për popullin e tij. Prandaj është atje. Ka takuar liderin i Izraelit, se është i ngjashëm me të, ky është i ngjashëm me gjithë diktatorët e botës, dhe nuk besoj se i vjen keq se çka lën këtu. Ky ka porositi me datë 24, policinë e partisë, se polici i shtetit ka kohë që nuk kemi, dhe i thatë përdorni gjithë mjetet e mundshme, vetëm ta shtrojmë këtë popull që ai ka konsideruar dele, po popull që do t'i vëj lakun në fyt atij dhe zagarve të tij. Unë mendoj që protesta e 24 janarit i arriti objektivit të saj, pavarësisht dhunës të ushtruar nga pushteti. Ne ishim koshient që ata do t'i përdornin të gjitha mjetet e mundshme, dhe nuk ishte rastësi fakti i përdorimit të gazit të skaduar. Jo, a ishte qëllim në vete, të na dëmtonin sa më shumë të ishte e mundur. Dhe ata bëjnë fjalë jo për të dëmtuar të popullit, për të dëmtuar policë të partisë. Se sa u dëmtuan këtu nga populli e din ata që e vuajtën, dhe gjykoj që do kemi rastin ta shprehim përsëri 24 janarin. 24 janarin nuk është vetëm, ne kemi përpara 24 janar të tjerë në të cilët do shpalosim guximin, vendosmërinë dhe aspiratën tonë. Përsa i takon policisë, se duat të qëndroj tek policia për t'i vënë notën, shumë policë ishin mes nesh, ishin civil, jo se s'kishte uniforma policia e partisë, por se ashtu i kishin marrë detyrat. Nuk kursyen asgjë. Edhe ne do jemi të pamëshirshëm me ta. Do vi dita jonë, dita e fitores, dhe nuk është larg. Faleminderit.